I ftuar I radhës është Gjesjoni. Gjesjon, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ti lexon shumë libra. Po mundohem. Kemi parë dhe në rrjetet sociale, në Instagram, që librat janë pjesë e përditshmërisë tuaj, le ta quajmë. Po mundohem, sepse edhe kur jam punë nuk të lë shumë kohë për të lexuar, po mundohem ta fus në prapësira, si për shembull kur shkojmë punë ose kur në një kafe, mundohem të lexoj. Por nuk është se lexoj për shembull 10 orë në ditë. Sa orë në ditë mund të lexosh? Po 1 orë, mundohem ta përkushtoj. Çdo ditë. Çdo ditë. Si do e përshkruaje veten me 3 fjalë, për të gjithë ato që nuk të njohin? Si do e përshkruaja? Si dikush që po mundohet të bëj më të mirën e tij. Si po e bën ti? Si po mundohesh për të bërë më të mirën tënde? Mundohem duke përmirësuar veten time në radhë të parë. Duke bërë veprime që mendoj që janë gjërat e duhura. Pastaj çfarë të pëlqen më shumë tek leximi? Leximi pëlqen sepse më bën të ndihemi kuptuar. Sepse aty mund gjej personazh që kanë jetuar gjëra që kam jetuar edhe unë. Por nuk kam pas ndonjëherë mundësi që ose guxim që t'i them ato gjëra, ose t'i daj me dikë. Dhe aty kam gjetur dikë që po e përjeton fiks që kam përjetuar unë dhe është duke e përshkruar. Mund të na flasësh pak për këtë personazh? Po, libri që po lexoj aktualisht është libri Bukë me sallam nga Bukowski. Edhe aty e kam gjetur shumë veten, sepse personazhi kryesor ka kaluar një fazë goxha të vështirë në jetën e tij, me aknen më shumë. Edhe aty e kam gjetur goxha veten në mënyrën, në mendimet e tij. Si ka qenë fëmijëria jote? Mirë, thjesht. Ka qenë pak e vetmuar, mund të them. Pse e vetmuar? Po, jam fëmijë vetëm edhe besoj që është një shkak. Për këtë quhet e pashmangshme, po. Në cilën moshë ke vazhduar të lexosh libra? Unë kam në moshën 25 vjeçare, kam filluar shumë vonë. Edhe më shumë pranaj kam kërkuar edhe Gjesjoni lexon, që ti bën njerëzit të kuptojnë që nuk është asnjëherë vonë, edhe gjithmonë mund të fillosh. Të lexosh një libër. Po, ose shumë libra. Okej, të lexosh një libër nuk është kur vonë. Cila është ajo gjë që në moshën që je ti apo që jam unë është vonë për ta bërë? Pra si gjë mendoj që nuk është vonë. Pra shkosa e duke bërë atë që do të bësh. Cili është libri që të ka bërë më shumë përshtypje? Përshtypje të mirë ka qenë Kushau Nietzsche, nga Jalom. Ka qenë një libër që edhe më ka ndryshuar shumë perspektiven në jetë. Ka ndihmuar goxha në një fazë të jetës. Pastaj ka qenë një libër që më ka lënë përshtypje për keq, ka qenë Lolita. Pse? Sepse është një libër ku narratori është duke të gënjur pak, të bën të mendosh sikur je viktima e them, ose edhe të bën ta shohësh pak një perspektivë. Ti flet shpesh për manipulimin. Po, kam trajtuar disa herë si temë, sepse është një temë që pse të intereson kaq shumë këta? Po manipulues janë kudo. Shpesh edhe në shtëpitë tona e kemi. Edhe mendoj se nëse lexon për manipulimin nuk domosdoshmërisht të bën ty manipulues, por të bën edhe të mbrojtur nga manipuluesit, sepse di çfarë të presësh si veprojnë. Më thej që shpesh herë manipulatorët janë dhe brenda shtëpisë. Po, nga njerëzit e shtëpisë nuk e di, po besoj janë manipuluar shumë herë. Nga kush? Se ti. Po nga shoqëri, nga njerëz. Çfarë ke bërë ti kur punë? E ke parë dhe e ke kuptuar që ke qenë manipuluar? Dhe çfarë kanë shërbyer librat? Librat shërbejnë për të pa më shumë, për mendimin tim, perspektiva. Tek faza e manipulimit po flasim. Faza e manipulimit. Shumë libra kanë personazh kryesor një manipulues, për shembull. Edhe librat e fusin brenda trurin natyrëve. Edhe ti e kupton se si vepron një manipulues, si mendon. Ka shumë stres. A mund ta kuptojmë gjithmonë kur dikush na manipulon? Për fat të keq jo.
Edhe besoj shumë raskapite se nëse mundohemi gjithmonë që të gjejmë manipulues. Është raskapit sa? Po. Ndonjëherë thjesht do ta pranojmë që edhe do manipulohemi. Nuk është e dorën tonë. Domethënë nuk ka të bëjë zgjuarësia me manipulimin. Jo, për mendimin tim jo. Sepse nëse je njëri me mirëkuptim dhe mirëbesim, do i besosh një ropi pa e ditur se çfarë qëllimesh ka me ty. Ke bërë një video për gjëra që humbëm kur telefonat u bën pjesë e jetës sonë. Çfarë mendon se kemi humbur më shumë? Ne më shumë kemi humbur. Mendoj se kemi humbur të vlerësojmë gjërat e vogla. Sepse nga që trurin stimulohet shumë herë gjatë një sekondi edhe me telefonat, edhe shumë gjëra nuk na bën me përshtypje. Sa orë në ditë e përdor telefonin ty? E përdor për fat të keq. Edhe për shkak të faqeve e përdor goxha. Ke folur dhe për fëmijët shqiptar që jetojnë për prindërit dhe jo për veten. Po. Sepse mendoj se kjo gjë ndodh sepse fëmia shqiptare do prindërit e tij. Edhe është keq që duash prindërit? Jo, nuk është fare keq. Thjesht kur ti do një person mundohesh që ti plotësosh dëshirat e atij personi. Edhe kur ato janë në kundërshtim me dëshirat e tua. Edhe ndonjëherë e kupton që disa gjëra që ke bërë nuk kanë qenë ato që ke dashur ti të bësh. Edhe ndonjëherë shumë vonë. Të ka ndodhur ty kjo? Më ka ndodhur. Çfarë konkretisht? Për shembull, një rast konkret ka qenë te shtëpia, që besoj shumë fëmijë shqiptare kanë që për shembull babi do të ndërtojmë edhe një kat tjetër. Ndërsa ne them që prit s'është e nevojshme për momentin, s'është e nevojshme që ti investojmë ato lekë aty kur është diçka që nuk të jep lek. Kështu që ka që kundërshtim sepse ai me vete mendon se nuk do ta ndihmoj. Kjo është ajo që do të nxjerrë. Mendoj se është një element, pastaj ka ndodhur shumë herë, edhe në jetën time edhe unë nuk mendoj se është gjë e keqe që të jetosh dhe të punosh dhe të luftosh për prindërit, për t'i bërë prindërit krenar. Jo, nuk është as pak keq. Por për shembull ti mendon se prindërit mund të bësh krenar vetëm duke bërë gjëra që duan ata. Sepse për shembull ti mund të bësh diçka që ti ndihesh mirë duke e bërë edhe ti bësh krenar. Patjetër. Për shembull nuk është të thënë që vetëm nëse thot babi do bësh rrugtar, vetëm ajo do bëj krenar. Mund të bësh edhe diçka tjetër. A mendon se prindërit ndonjëherë vendosin shumë për jetën e fëmijëve të tyre? Po, shumë. Edhe mendoj se bën nga dashuria e madhe edhe që të shohin mirë, mendojnë se për shembull do bësh ti këtë gjë sepse kjo është më e sigurt për ty. Nëse do shkosh në shkollë të lartë do bësh infermier për shembull. Edhe kjo nuk është e keqe. S'është e keqe, po fëmia ndoshta s'është e lumtur duke bërë atë gjë. Fëmia nuk mund të jetë i lumtur duke shkuar në shkollë. Sepse prindrit nuk mendoj se ka prind që do keq për fëmijën e tij. Jo, nuk do. Normal, po disa vendime që i marrin për ty ndoshta nuk janë ato që ty do të bëjnë të ndihesh aq mirë. E kanë fjalën. Kjo është mendimi im, po për shembull shumë prindër mundohen që fëmijët e tyre mos të bëjnë asnjë gabim. Unë mendoj që fëmia do të bëjë disa gabime që ti mësoj disa gjëra vetë. Nëse ti je mang gjatë gabime, fëmia për shembull i ngel shumë pengjen e jetë, edhe ai nuk e vlerëson shumë. Edhe nuk mëson, sepse ti mendon që nuk mëson. Nga gabimet mëson. Po. Mendoj se nëse nuk gabon nuk e mëson. Çfarë ke gabuar ti dhe e ke mësuar sot? Apo s'të kanë lënë prindërit të gabosh kur? Jo, kanë lënë. Por edhe unë kam bërë disa vendime që do doja mos i kisha bërë. Si për shembull? Për shembull te shtëpia, të rikthem te mohabeti i shtëpisë, mund të kem marrë për shembull shumë lekë aty në një moment për shembull të gabuar, ndërsa mund të kisha prit për shembull 5 vite edhe të kisha bërë pak më vonë atë investim. Kur e bëra në atë moment edhe më ka blloku financiarisht për shembull. Në një postim ke thënë kam filluar 5 libra dhe asnjërin nuk e kam përfunduar. Të ndodh shpesh kjo? Po, më ndodh shumë shpesh.
kur kam filluar të lexoj, çdo libër mundohesha ta mbaroja. Ndërsa tani me vlerësoj pak më shumë kohën time dhe nëse shoh që nuk hece një libër, thjesht e braktis. Mund t'i kthehem mas 2-3 muaj, se mund mos i kthem fare. Pse më ndodh ta braktisësh? Po se jo çdo libër është për ne. Jo çdo libër është interesant. Kur e kupton ti që ai libër nuk është interesant? Po rreth faqes 50, maksimumi 100. Nëse te faqja 50 nuk më tërheq, nuk është për mua. Për një orë. Ti thej që lexoj të paktën një orë çdo ditë. Po. Sa faqe lexon? Për një orë rreth 30 faqe. Varet nga libri se në madhësia e tekstit. Të pëlqen të lexosh romane, besoj. Më shumë po. Çfarë do t'i sugjeroj dikujt që nuk lexon fare? Tash nëse do vendosja një titull konkret, Alkimisti që besoj është një fillim shumë i mirë, Ferma e kafshëve, që trajton edhe element nga manipulimi. Pastaj libra sa më të thjeshtë. Ke menduar ndonjëherë të shkruash një libër? Jo, e kam menduar, po nuk jam shkrimtarës. Po do të trillosh histori, apo të shkruash rreth historisë tënde, edhe të flasësh për atë temë që ti e flet në rrjetet sociale për manipulimin. Nuk besoj që kam shumë njerëz do ta gjejnë veten. Po nuk besoj që kam aq jetë interesante për të shkruar një libër. Do të bëhet në vazhdim, po. Statusi yt është martuar. I martuar. Për sa vitesh? 3 vite. Je i martuar apo i fejuar? I martuar. Bashkëshortja lexon libra? Po, lexon. Ajo ka qenë në fakt një shkak që kam filluar. Ajo më ka shtyr shumë. Se në fillim mendoja në fakt që është shumë bie kohë. Edhe librat e parë që kam lexuar kanë qenë zhvillim personal, për shembull libra si të bësh më i pasur. Pastaj më shpjegoj pak që ka dhe libra që më thellë se kaq. Edhe aty filloi rrugtimi. Edhe të rikthem pak te pjesa e që të thënë nëse do shkruaj libër. Nuk e mendoj vetëm ti më kreativ në fakt. Pse? Edhe arsyeja në fakt pse kam filluar të lexoj ka qenë edhe puna e kreativitetit. Sepse kam qenë në një punë edhe drejtori i punës më bëri pak vërejtë një ditë që nuk jemi mjaftueshëm kreativ, sepse unë punoj si graphic designer edhe është element kryesor. Edhe aty më tha që fillo konsumo media të ndryshme, filma, libra. Edhe aty pastaj fillova të kërkoja, thash, librat që më interesojnë shumë, çfarë mund gjejmë që mund të më interesojë mua dhe fillova të kërkoja libra në lidhje me dizajnin, me artin. Edhe tu gjeta 2 libra, edhe ato më ngjallën interesin goxha. Kështu që kushdo në çfarë do lloj fushë mund gjej një libër për atë. Edhe ka qenë një shtys bashkëshortja jote. Po. Tani un kam disa pyetje të shpejta për ty që do përgjigjesh për 3 sekonda. Po. Libër apo telefon? Libër. Roman apo libra psikologjia? Roman. Lexim në mëngjes apo në darkë? Në mëngjes. Libër fizik apo elektronik? Libër fizik. Një libër që do ta rilexoje. Meditimet. Një libër që nuk e përfundove dot. 100 vetë vetëmi. Sa libra ke aktualisht për të lexuar? Me qindra. Sa prej tyre do t'i mbarosh vërtet? Shpresoj një pjesë të madhe. Cila është këshilla jote për të gjithë brezin e rinj që nuk lexon? Mendojnë që libri nuk i çon asgjë kund, thjesht u merr kohë, por mendojnë se vetëm telefoni është zgjidhja e tyre. Që thjesht japin një shans. Edhe mendojnë që janë më të zgjuar sepse është teknologjia sot, por nuk e kuptojnë rëndësinë e librit, se sa rëndësi ka një libër. Në fakt, elementi kryesor që tregon njëri që nuk është mjaftueshëm i zgjuar është fakti që ai mendon që është më i zgjuar. Kështu që them të japi një shans librave, se thjesht do të gjejnë librin e dur që të ngjallin interesin. Edhe ka informacione pafund që mund mëson edhe asnjëherë nuk mund të jesh i zgjuar. I zgjuar mund të jesh, po nuk i di të gjitha.
Patjetër. Gjithson falenderoj shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi që ishe pjesë e emisionit Vibe. Gjithashtu. Çfarë vibe-i dha emisioni Vibe një herë? Shumë vibe të mirë, me bërë të shumë rahat, edhe pse kisha pak emocione në fillim. Edhe e vlerësoj shumë. Një libër që do më sugjeroj mua? Ti e do roman apo është vetëm personal? Apo s'ka rëndësi? S'ka rëndësi, çfarë më sugjeron ti? Ta them nga mendja ime, sepse do të më të pyet çfarë interesash ke, çfarë të pëlqen, çfarë s'të pëlqen, po. Mund të lexosh Femrën e Kafshëve, në fakt. Besoj që do të pëlqente. Dhe ka goxha pjesë interesante që lidhen edhe me jetën tonë sot aktualisht. Edhe është e vogël, mund ta mbërë shumë shpejt. Do ta lexoj dhe do të jap përshtypjet e mia. Faleminderit shumë që ishe pjesë. Faleminderit ty. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.